Ma kull motës ja sjërë. Ja kajtë në bollë atë lalise. Spetiamo. Redi, boje qik gati ato tatuazhet atyre. Se i kanë gati ato që du të bëjnë. Se kanë folur unë dje. E që kjo është seansa e fundit edhe dje dhe që je lothi qiti. Si kemi po dhe seansat afër neve. Edhe dë dhemi qik, po. E ke kalu me sukses. Durum. Gjithë njerëzit mendojnë se ti e ke bo me krem pirës, po në të vërtet nuk ke përdorur fare krem pirës. Asnjë lloj kremi pirës nuk po përdor këtë kom se doja mas seancës 4. Ja, e kërkove ti atë mas seancës 4, po. Kush do vendos të kremin, thë. Ai lezeti aty është ta ndjeshi çik tatuazhin, po ta kuptosh që duke bëj, jo. Se m'lidh më shumë, m'lidh dhimbje me ta. Nëse ka dalë një super tatuazh i veçantë, edhe figurat që kemi zgjedhur kanë dalë lidhje perfekte me njëra tjetrën. Ka dalë një full leg, tamam siç duan. Sa bullë dalë pjesa e jashtë. Si sa madhështor ka dalë pjesa këtu nalë, vllai. Nëse kjo pjesa këtej është shëruar. Ja, ka një shëruar, ja, po. Pjesa e kalit po aty. Edhe këtej. Liget distatuana. Super. Jo mirë così. Të shi ky është tatuazh i parë për ty, të si vendoset ti me bë komplet këmbën tatuazh. Se ti s'kisha asnjë tatuazh, si vendoset ti se. Ja, më kam pas. Është çike e çuditshme kjo, tatuazhin e parë komplet këmbën. Po e kam pas qef gjithmonë komplet këmbën, nuk e di pse. Do të thënë kur të bësh tatuazh, o të bësh tamam. Do e bëj plotun, o do e mush komplet, o zgarrallitesh tamam. Atë ka lezetin, nuk më pëlqen kështu këto. Si e qef këto stampa këto. Të shkrimet e vogla. Ja. Super. Ka ndryshuar kohë. Ka vështrimi që kanë njerëz për tatuazhet. Tash gjithë po vinë po kërkojnë kështu, tatuazhe të mëdha. Jo, unë pash se kishe bë. Si më gjete mua dhe si vendose që të ma besosh mua komplet pjesën e këmbës. Po unë do me thënë isha duke bërë shumë research komplet për tatuazhisë, se mu më pëlqen do me thënë këtë tatuazh, doja dilte edhe artisti, do me thënë arti që ka për të bësë, si art e shokte. Normal. Edhe që ka për të bë. Ishe dhe i farë piktori vetë, do më thënë, kishe i dene si realizojnë tatuazhet. Duke pa, edhe më thanë edhe mu në fillim sugjerun miq, do me thënë, sugjerun ty, edhe fillova duke të pa dhe faqen Instagram, TikTok. Po, normalisht, aty duket, si thaj, du ta shofësh punën me qetësi, aty duke i puna, pa ta imponuar dikush, do më thënë arrin. Totalisht. Duke i dhe niveli i punës, si i gjithë shkaja aty. Pa, faleminderit. Ma kull motës ja sjërë. Ja kajtë në bollë atë lalise. Ja, po dhe shi, deshe tatuazh ti? I ka tatuazhi këto, do ndjesh çikëdhimje. Tani, si u ndjeve ti, seancë pas seance që këmba jote po mbusheshe me tatuazhe? Si po e përjetoje këtë pjesën e ndryshimit likurës, do më thënë, nga zero tatuazhi duke mbushur komplet këmbën? Tash seanca parë ishte ky Kali dhe Kali më kom qef, do më thënë u adhuroj. Edhe kur e pash aty në këmbë pëlqete totalisht. Po ishte do me thënë, ndije 100% pasaj që nuk ka mo këthim mrapa për ta... Totalisht, po edhe mu po më pëlqete do me thënë shumë. Po prapë ndije i bosh, e me zisha dupi do me thënë seancat e tjera, thash ta shoh. Në me seancën tjetër vazhdu me gladiatorin poshtë, edhe kur e shifje kështu do me thënë nga jashtë, u pat u mbusha, jo, edhe... Pjesa mrenshme ishte për të kompletuar të jashtë. Ajo në gjatë, kur e shifje ashtu të mushme, do me thonë, nuk e di, ishte shumë bukur. Nese, tatuazhi jot ka dhe kuptimin ton personal që ka dalë edhe do i rezistoj kohës, Do me thonë, kjo është pjesa më e bukur që ka tatuazhi, që ka një kuptim, jo thjesht hajde se po bëj tatuazh. Çdo gjë e ke mirë menduar, totalisht. Para se të vishe bëshe tatuazhin. Nëse kjo është gjë e mirë që të paktën i ke ide të qarta, jo... Po... Vish kështu, që do bësh në i gjë të bukur. Se kur i ke ide të qarta, edhe tatuazhi... Pa ta vendos, si thaj... Ndihmon edhe artistin që të zgjidhi gjërat e dura.
Ne bashkë vetëm me zgjedh imazhet gati Pa, kishim. pa idenë e kishe gati, dhe ishe përgatitur. Ishe bërë detyrat për shkollë. Nëse në fund fare do u tregojmë video njerëzve se si ka dalë komplet këmba gjë super e veçantë. Tifuzimi pas 3 mirën e tani, se tani e mbarum komplet. Opa.